Pas disa muaj shpunë dhe për kushtim, aktorët e teatrit të Gjakovës Arbies Komoni, Vlora Dervishi dhe Besfort Berberi ja dolën të prezantojnë suksesshëm premierën e shfaqjes Kjo është rinia jon. Vepër kjo është shkruar nga Kenneth Lonergan. Aktorët në këtë premier morën përsipër të gjitha aspektet e punës artistike, duke finalizuar me një dinamik të mjaftueshme që u mirëprit shumë mirë edhe nga audienca. Konë iniciativë goxha e rrezikshme dhe guximshme në njëjtën kohë, po konë edhe shumë emocionale gjatë rrugës. U konë vështirë më ardhën këtë nivel që na jemi shumë të lumtur që publiku pranoi shumë mirë. E vrejta edhe në përshëndetje që kena përqu emocion, kena shtime keshëm me kajt njëtën kohë, sa të pak në që e detyra jonë. Pse bom se dashtëm me bollë diçka vetë. Shfaqja paraqet jetën e 3 të rinjëve të cilët eksplorojnë aventurat rinore, rebelimin, mungesën e formësimit të karakterit, por edhe jetën me privilegje materiale, duke humbur dëshirën për të njohur realitetin shumë shpesh. Aktori Arbies Komoni thot se në këtë shfaqje mund të gjejnë veten jo vetëm të rinjt, por edhe prindërit. Jam akoma shumë i emocionum, do më tonë ala po më dridhen durt për emocioneve të forta të kësaj shfaqje, të pas parasyshe është bo vetë, deri në kujdesin më të vogël, thuja. Edhe puna pa regjisore ka atë sfidën e vetë që çka kena bo, që shpepret publiku, prandaj jam shumë falenderus gjithë secilit që ka qenë sonde në premier edhe na kam përkrahur masivisht që prej ditës parë në këtë proceset deri te duartërkitjet e fundit. Mesazhi shumë i fortë i kësaj shfaqje jo vetëm për rinin, edhe pse i dedikohet rinis, po në këtë storje padyshim që edhe prindi e gjen veten, edhe halla, daja, tezja, gjithë secili e gjen veten për t'u njoftë me disa fenomene që janë shumë aktuale, po të cilat janë po aq edhe shqetësuese. Ndonë se teksti është shkruar prej vitësh, tema e trajtuar vazhdon të mbetet aktuale edhe sot, si një sinjal i mirë për të gjithë se si duhet reflektuar dhe si duhet bashkëpunuar me shoqërinë bashkohore. Aktoria Vlora Dervishi tha se shfaqja mund t'ju shërbej shumë gjeneratave të reja që mund të kuptojnë se si ti te i kalojnë problemet dhe pasojat rinore, nëse duan të reflektojnë mbi veprimet e tyre. Jam shumë e lumtur që e kryejm premierën. Është një shfaqje për të rit, edhe që i kisha ftuar gjithë të rit më ardhmë pa. Ka një mesazh shumë të fortë sepse flet për kënaqësitë në rini që i kemi dhe pastaj pasojat, edhe ka plot të rit që i te kalojnë ato pasoja, edhe kthehen në një jetë normale, po ka edhe të tjerë që mesin aty, ka edhe që përfundojnë me vdekjen. Edhe për çfarë mendoj që është shumë e rëndësishme si shfaqje për qytetin tonë, po dhe për gjithë Kosovën. Shfaqja Kjo është rinia jon, si një projekt i pavarur i 3 aktorëve të teatrit Hadishehu, i ofroi shikuesve të mbrëmshëm emocione të shoqëruara, me lot e gaz bashkë me një gjuhë argumentuese të realitetit të rinisë sonë. E për të gjithë të tjerët, të cilët nuk patën mundësi të shikonin mbrëm shfaqjen, këtë mund ta bëjnë sonte në natën e reprizës nga ora 20.